Të nderuar qytetarë, Këshilli Kombëtar i Territorit ka miratuar ndërtimin e një kulle 58 katëshe në zonën e digës së liçenit artificial në Tiranë. Ky qytet po mbytet nga betoni dhe ky nuk është zhvillim, por shkatrimi i qytetit dhe i jetës së qytetarëve. Në vetëm 6 muaj të vitit 2024 janë dhënë gati 900.000 metra katror leje ndërtimi në Tiranë. Kjo është një rritje e frikshme, një tsunami ndërtimesh që po zhduk çdo hapësirë publike, çdo lulishte, çdo frymarrje të qytetit. Shumë katëshe kanë pushtuar çdo cep, ndërtohen pa infrastrukturë, pa rrugë të përshtatshme, pa kanalizime dhe pa hapësira për parkim. Lagjet po kthehen në geto betoni, ku banorët jetojnë mes zhurmës, pluhurit dhe ajrit të ndotur. Hapësirat publike dhe gjelbërimi po vidhen çdo ditë, lulishtet dhe sheshet ku luanin fëmijët po zhduken, për të kthyer në themele pallatesh dhe kulla luksoze. Ky është grabitje e pastër e të drejtave të qytetarëve. Pasojat janë dramatike, më pafajë i pastër, më shumë ndotje, mungesë drite në apartamente, stres dhe shëndet i rrezikuar për mijëra qytetarë. Tirana po kthehet në një shkretëtirë urbane, kë jeta nuk vlen, por vlen vetëm paratë e oligarkëve. Kjo nuk është vetëm një aferë urbane, por një aferë kriminale financiare. Raportet ndërkombëtare, përfshirë edhe Aruba Papers, kanë treguar qartë se ndërtimet dhe kullat në Tiranë janë kthyer në një lavatriçe gjigande për pastrimin e parave të pista. Tirana është bërë qyteti i korrupsionit dhe i krimit financiar, ku kullat nuk ndërtohen për qytetarët, por për të fshehur miliardet e vjedhura. Arkitekti i këtij sistemi dhe përfituesi kryesor është vetë Edi Rama. Fakti që kullat vazhdojnë të ndërtohen, edhe ndërkohë që Erion Velia është në burg, është prova më e qartë se ky shkatërim i Tiranës ka pasur gjithmonë një autor të vetëm, Edi Ramën, i cili është fehur pas çdo afere, çdo leje dhe çdo kulle. Ne, grupi i këshilltarëve të Partisë së Lirisë, kërkojmë ndërprerjen e menjëhershme të lejeve për kullat shumëkatëshe, një plan urbanistik të ri me pjesëmarrje të qytetarëve, mbrojtjen e hapësirave të gjelbërta dhe shesheve publike, transparencë totale për çdo leje ndërtimi, përgjegjësi dhe ndëshkim për ata që kanë shkelur ligjin dhe interesin publik. Tirana nuk është pronë private e ndërtuesve dhe e politikanëve. Tirana është shtëpia jonë dhe ne nuk do të lejojmë që ky qytet të shkatërohet për interesat e pak njerëzve. Por kjo nuk është thjesht një betejë për Tiranën. Është një betejë për modelin e qeverisjes në Shqipëri. Ky model i betonizimit, i korrupsionit dhe i pastrimit të parave duhet të marrë fund një herë për gjithmonë. Dhe mënyra për ta bërë këtë është përmes zgjedhjeve, përmes fuqisë së qytetarëve që thonë mjaft, që zgjedhin ndryshimin dhe që japin fund regjimit të betonit e korrupsionit. Ky është një apel dhe paralajmërim, qyteti ka kufit e tij. Betonizimi dhe pastrimi i parave përmes kullave duhet të ndalen tani. Arkitekt i këtij krimi, urban dhe financiar, Edi Rama nuk do të shpëtojë dot veten pas betonit që po ngre. Faleminderit.